Një ndër këngëtarët më të preferuara në vend që duket sa kalojnë vitet bëhet më e re. Është kjo Albulena Ukaj, të cilën e kemi zënë pak minuta të lirë, pasi e dim që kjo periudhë pak para festave të fundvitit për të është goxha ngarkuar. Përshëndetje, me gjithë kënaqësi ju kom mirëprit. Më ardh me pa një procedurë të make-upit edhe të shumë zbukuron shoqja më e mira. Pra Blerina Krasniqi 2 Studio është the best make-up artist. Për mua e po, tash për tjerë na shtimuj me fol për xhelozis, ama sinqerisht është më e mira. Besam që ndikon tepër shumë. Unë në moment që vite Blerina, s'kam nevojë me diskutu çka qysh tek me bë make-up, vetëm ulna edhe e jep maksimumi më të mirën të mundshme në zirë tona. Ajo flet edhe për sezonën e verës, se si e ka kaluar, por para kësaj, make-up artistja cilën e përmendi i tha disa fjalë për bashkëpunimin me Lenushen. Për çdo kolegë dhe për mua ka një verë shumë e ngarkuar, me darsa me si ajengje familjare, kryesisht mirë. Pak temperaturat na lodhin në verës, po mirë. Përshëndetje, zëm. Jeni në 2 Studio me Blerina Krasniqi për ndryshe grimerën personale të Albulena Ukaj. Faleminderit shumë që keni ardhur. Ju mirëpresim sa herë që të keni kohë. Jemi këto për secilën fytyrë publike dhe secilin klient që neve na nderon me u kohë këto me neve. Nuk e dita, nuk e prita takimin me ty. Por nëse flasim për xhirimet e fundvitit dhe potpuritë e ndryshme, çka e ka dalluar këtë paraqitje të saj, do ta kuptoni nga vetë ajo. Do me thonë, ku vendos që mos me pas ripërpunim me këngëve të vjetra, do me thonë si gjithmonë që i bajnë krejt kolegë, me pas këngë të vjetra që për ripërpunojnë, ja mundu me pas vetëm këngë të reja risi. Ate kemi parë edhe në duete, e madje zbulon se ka pas shumë oferta për bashkëpunime, e që ka punuar intensivisht në atë drejtim. E po me qenë se është përmendur dasma, emrin e saja kemi pa tek sa u bë virale me një intervist, ku ka zbuluar se ka ngatruar sallën e një dasma. Nusja me dhëndrin, thojnë Albulin, po na vjen shumë keq, po na kena menu që Nusja thot që babi jam të ka pru surpriza për den, po na vjen shumë keq, po familja Trepqa është e salla tjetër. Unë ato momente. Se di bre, shpesh herë më ndodh, jo vetëm të kjo intervist, po të shumë intervista, se kërë kam atë kimën e uket, unë asë një herë nuk jam asi tipi, karakteri njeriut, që më pëlqen me shit mendje ma si mami, babi ose kësi tripa, unë gjithmonë kalzoj sene reale, vetëm senet reale që kam ndodhe, edhe shumë e vërtit që ka ndodhe aja pjesë. Kur gjosë s'kum rajt. Po njerëz jemi krejt edhe njeri pa gabime nuk ka, janë sene që ndodhe. Edhe mu më ka ndodhe, po thjesht, unë jam kanë shumë e lumëtër që dasmortë më kanë mirë kuptu. Kjo kanë ma rëndësishme se sa njerëzit që kanë keq interpretu me komente negativa, ato sene së më bëjmë përshtypje absolut. Sikur shumicës e kolegëve të saj, edhe Lenës po ja bëjmë këtë pyetje. A ke pasur oferta për të qenë banore në Big Brother? Nëse po, pse nuk e shqyrtova? Është fik me dyteja. Në Big Brother mendoj që o e ngriti imazhin, o edhe qatë imazh e ki e shkatran. Edhe unë nuk është e shoh vetën najherë në Big Brother. A ke pas oferta? Po vitin e kalum kum pas ofertë, për më kanë pjesë e Big Brother. Nuk e dija, po mundeni me vrejt që Albulenës si ka ndodhur një incident me dorën, teksa muhabeti po vazhdon, ajo na tregon se ka hapi pak mësyshe. Sot jam kanë me dorën shumë keq, ama thjesht nuk më desht me anullu këtë intervjis, më arti për i Prishtinës me gjiru këto edhe nuk e këmë po të arsyshme. Një aksident të shpia, tu prej lakna edhe këmë prej dorën. A i vjen që gatunte, ti e zoja me për punë të shpisë? Po, njëri jam edhe unë s'kër krejt. I baj krejt sarat e shpis.
Jo, valla mu kërkush nuk jam i bo punë të shtëpia, normal vetë kujdesna për veten të. Pëtë jo. Që ka të baj me gjella tradicionale, di me gatu kështu, ama pite s'kom provu asë njëra. Okej, a na premton publikësh që statin e Zoomit këme pris në shpek me najtrej? Me gjithë knasi, kur dani, vetëm sa të kryt që ke pjesa që tive gjirime projekte, edhe telefonam, edhe ju me i pres me gjithë knasi të shtëpia.